Albulena Haxhiu do të propozohet përsëri deputetëve për kryetare të kuvendit, kanë thënë në lëvizjen vetëvendosje një ditë para përpjekjes së katërt për përmbylljen e konstituimit të kuvendit. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramosh Haradinaj, tha një ditë më parë se do ta votonin propozimin për kryetare të kuvendit, nëse LVV-ja do ta zëvendësoj Haxhiun me një deputete tjetër. Megjithatë, këtë propozim e hedh poshtë sekretari organizativ i LVV-s Alim Rama. Besoj se ishte shumë i qartë konjufsa kur e prezantoi atë që Haxhiu është propozimi ynë për kryeparlamentare dhe besoj se të gjithë ata 120 deputet duhet ta shohin ligjin. E ligji dhe kushtetuta janë shumë të qarta që propozimi kryeparlamentarit është i lëvizjes. Ne kemi pasur 57 dhe besoj se tash rritet numri votave dhe do të shohim nesër si do të jetë. Edhe Shqipe Mehmeti Selimi e edhe Saranda Bugujevci janë deputete dhe në strukturat e larta të lëvizjes, por as Haradinaj as Aleanca nuk mund të përcaktojnë kush do të jetë kandidati. I takon kryesisë dhe Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes të caktojë se cili është kandidati i lëvizjes. Në Partinë Demokratike të Kosovës e kanë referuar redaksi në komunikatën e së shtunës, ku thuaj se i takon partisë së parë ta propozojë kryetarin, por se kjo nuk nënkupton domosdo përkrahjen e PDK-s për atë kandidaturë. Në LDK thanë se janë të përcaktuar që në parim nuk e votojnë propozimin e LVV-s, kushdo qoftë ajo apo ai. Deputeti Lutfi Haziri theksoi se i takon partisë së parë t'i sigurojë votat për propozimin e saj dhe se nuk do të japin propozim për kandidatin që LVV-ja e propozon, por vetëm për nënkryetarin e kuvendit nga radhët e LDK-s. Ka është një lloj përgjegjësie LDK-s që me siguru shumicën për zgjedhjen e kandidatit të vetëvendosjes, sepse nuk ka as marrëveshje politike, nuk ka as angazhime tjera politike. Tot partia e parë duhet i propozojnë kuvendit kandidatin për kryetar të kuvendit. I takon vetëm partisë parë me ndalë me kandidat. Partia e dytë dhe partia e tretë dhe 5 propozime tjera që vijnë pas kryetarit të kuvendit janë pozita të nënkryetarëve që janë të caktuar sipas ulçeve në kuvend. Neve kur na vjen radha për nënkryetarit të kuvendit, ne propozojmë kandidatin e LDK-s. E lidhur me bllokimin e konstituimit të kuvendit ka folur edhe ambasadori i Finlandës në Kosovë, Matti Nisisen. Në një intervistë për Kosova Press, ai tha se Kosovës i duhet sa më parë si konstituimi i kuvendit, ashtu edhe formimi i qeverisë. Së pari, vërtet shpresoj që formimi i institucioneve funksionale të ndodhë sa më shpejt. Mendoj se jetojmë në një situatë globale ku zhvillimet e reja nuk ndalen. Ato nuk presin gjatë që gjërat të formohen. Gjithashtu, reformat që janë të nevojshme këtu në Kosovë du të jenë në gjendje të ecin përpara. Prandaj, mendoj se sa më shpejt, aq më mirë. Të kemi një qeveri të re dhe një kuvend të ri të formuar do të ishte më e mira për popullin e Kosovës. Të hënën për orën 15 është caktuar seanca konstituive. 2 përpjekjet e para dështuan në pikën e parë që ishte konfirmimi i mandateve të deputetëve, shkaku që LVV-ja se kishte shumicën e votave dhe për shkak të mos pajtimeve mes partive lidhur me dorëheqjet e kabinetit qeveritar. Në përpjekjen e tretë me votat e partive opozitare u zhbllokuan 2 hapa, ai konfirmimi të mandateve dhe betimi i deputetëve. Megjithatë, edhe të shtunën dështoi konstituimi, me që edhe pasi u votua 2 herë, kandidatja e LVV-s për kryeparlamentare Albulena Haxhiu nuk arriti të merrte më shumë se 57 vota, pasi kundër saj votuan deputetët e LDK-s, ata të nismës abstenuan, ndërkaq deputetët e PDK-s, AK-s dhe listës serbe nuk morën pjesë në votim.